në të shkuarën njerëzit flinin me perëndimin e diellit dhe zgjoheshin me lindjen e diellit. Dhe kjo është faza më biologjike e gjumit. Tani ka ndryshuar shumë ai rregulli, por kjo nuk është gjë e mirë për trupin. Ne duhet të flejmë herët, kur them herët, rreth orës 10-11, dhe duhet të zgjohemi relativisht herët, në orën 6, 7, 6, 6:30 është gjëja më e mirë. Në qoftë se ne kemi bërë një 7-8 orësh gjumë të mirë, atëherë truri jonë të nesërmen është i gatshëm të përballojë sfida, sforcime, reagime, punë të gjata, punë në orë të gjata dhe gjithë. Në qoftë se ne kemi fjetur vonë, kemi përdor kafe, kemi përdor duan, kemi përdor alkool. Edhe kur flem vonë, nuk kemi për të bërë një gjumë të mirë. Dhe në mëngjes do zgjohemi të lodhur. Ka njerëz që thonë për shembull, po unë kam fjetur 8 orë, 9 orë. Po ka fjetur në orën 4 të mëngjesit deri në 12 drekës. Është më pak biologjika e mundshme, sepse në ato orë truri e ka ulur nivelin e melatoninës shumë. Duhet t'i përshtatemi trurit. Duhet të flem atëherën kur ai do të flerë, kur ai prodhon atë melatoninën, dhe duhet të zgjohemi kur ai nuk prodhon më melatoninë.